sot. Është shkruar sot mbas akuzave të ambasadorit apo përpara tyre? Letër është drejtuar kryetarit të Kuvendit, Presidentit të Republikës, menjëherë mbas veprimeve të ambasadës amerikane për heqjen e vizave të zyrtarëve të lartë të drejtësisë, duke filluar nga unë pari. Përse këtu është presidenti dhe kreu Kuvendit dhe nuk është kryeministri? Është krejt normal që në këtë pozicion dhe të jetë Presidenti i Republikës dhe kryetari i Kuvendit, pasi institucioni i prokurorisë varet drejt për drejt nga Kuvendi i Shqipërisë. Atëre, zoti Llalla, unë do t'i kthehem dhe akuzë dhe shpjegimeve tuaja ju keni disa fraza mjaft rënda. Thoni që ka disa arsye të cilat lidhen me qëndrime dhe përfitime personale të ambasadorit Çobas në Tiranë. Zotit Lu, siç thoni, që ky veprim i ambasadorit Lu është vijim i sjelljeve shantazhuese që ai ka prezantuar ndaj institucionit të prokurorisë përgjithshme. Por ndërkohë ka qenë Lu sot, sepse në fillim ishte ai që tha disa akuza mjaft rënda ndaj jush, zoti Llalla. Ai ka deklaruar sot që ju jeni, unë kam këtu dhe një pjesë të fjalës Lu së përmbledhur, kam dhe video, ai është shprehur sot që prokurori Llalla ka qenë për 18 muaj kundër reformës në drejtësi. Nëntor dhe dhjetor ata dështuan të sekuestronin serverin e ILDKKP-s. Deklaratat e pasurisë shërbejnë për ligjin e vettingut, që thot ndryshe, ju keni dashur të merrni nën posedim një kompjuter ku fshihen pasuritë e gjithë politikanëve dhe njerëzve shërbësve shtetëror, po e quaj shërbës tani, po e quaj funksionarëve shtetëror shqiptar. Ai thotë që të premten e shkuar siç është kërkuar nga kushtetuta e re udhëheqësorti për Këshillin e Emërimeve në drejtësi që do të mbrojë institucionet e reja të gjyqësorit. Prokurori i përgjithshëm dhunoi frymën e kushtetutës duke dërguar një listë me 3 emra. Kushtetuta është e qartë dhe këta antarë të Këshillit të Emërimeve në drejtësi duhet përzgjedhen me short. Por le t'i marrim një nga një dhe më pas do t'ju pyes për gjitha. Kam mjaft materiale për t'ju pyetur. Materiali numër 1, lutem.